Përshëndetje, Esselamu Alaikum të nderuar hoxhallar methebista që çdo kujt I thoni duhet ta ndjek një metheb. Thoni atij se duhet ta ndjek një sekt, sepse askund në asnjë ajet Kurani Allahu nuk na urdhëron neve muslimanëve që të krijojmë methebe e sekte. Ore, ma thoni një ajet Kurani të vetëm ku Allahu urdhëron që të ndjekim Buhariun, Muslimin, Ebu Hanifën, Malikun, Shafiun, Hambeliun, Selefiun, Vahabiun, Sufiun, Maturidiun, Ashariun, Tirmidhiun, Nesaiun, Ibn Majah, Abu Davud, Sunni, Shii, Bektashi, Alevi, Nurgji, Sulemanji, Gjehmi, Dhahiri, Ma thoni një ajet Kurani, po çka kemi në Kuran? Në Kuran e kemi surën El En'am, ajetin të kulluar, të qartë dhe të pastër si Loti, në të cilin Allahu na urdhëron në surën El En'am, surën numër 6 të nderuar në Kur'an, në ajetin 159 që ndron eksplicit prerazi në mënyrë decide: o besimtar, mos përçahuni në grupe, mos coptoheni në sekte dhe fraksione. Pejgamberi Allahut bre, ai Muhamedi fisnik, paqja qoftë mbi te, I urdhëroi muslimanët e tij të mos përçahen bre pas vdekjes së tij. Prandaj e ndaloi shkruarjen e fjalëve të tij përderisa ishte gjallë Muhamedi, pejgamberi fisnik, derisa ecte mbi tokë, e ndaloi të shkruajnë sahabët fjalët e tij dhe tha: mos I shkruani fjalët e mia, sepse jam duke pranuar shpalljen e Allahut, e nuk dua që ajetet e Kuranit të përzihen me fjalët e mia, sepse fjalët e mia janë fjalë të një njeriu. A e kuptoni ju këtë? Kush ju çka bëhet? Pas vdekjes së pejgamberit, 200 vite pas vdekjes së tij, ore I shkoni mbas ju librit Sahive në shqip, I vjen shqip e sakt, e vërtetë, autentike, Sahih Buhari, Sahih Muslim. Ore si shpallet ju? Kush va dha mandatin? Kush ja u dha kompetencën? Në cilin ajet të Kuranit shkruan që ne ta ndjekim Buhari, Muslim, Ibn Majah, Abu Davud, ku ta di? Kush shkruan bre që pas fjalës së Allahut, pas Kuranit të shpallish një fjalë të një njeriu të rëndomt, si kret njerëzit, një hoç I rëndomt, I cili ka provu të gjejë diçka dhe ti del dhe e shpallën 200 vjet pas vdekjes së pejgamberit, 200 vjet pas përfundimit të shpalljes së Kuranit, ti e shpallën një fjalë të një njeriu ose të njerëzve të tjerë, haditha me 100.000, I shpallni sahih, I shpallni të sakt, I shpallni autentik, dhe Allahu vetëm për Kuranin ka dhënë garanci se nuk mund të falsifikohet. Edhe një herë, o besimtar, o besimtare, o musliman dhe oj muslimane, më ndëgjo mirë, vetëm për Kuranin Allahu na ka dhënë garanci se nuk mund të falsifikohet, sepse Allahu e ruan atë. Por nuk na ka thënë në Kuran hadithe që do t'i shkruani pas vdekjes së pejgamberit tim, ata nuk do të falsifikohen. Këtë nuk na ka thënë. Dhe nuk na ka thënë pas vdekjes së pejgamberit tim ta ndjek një farlloj Buharie, një farlloj Muslimi, një farlloj Ibn Majah, Nesai, ku ta di. Në qoftë se kanë qenë besimtar të mirë, Zoti qoftë I kënaqur me ta. Por në qoftë se nuk ja kanë qelluar dhe nuk ja kanë qelluar në kush e di sa. Pse qenë ka kjo gabim që të thuash stop? Është fjala e Allahut bre. Ne kemi bre Kuranin bre, elhamdulillah. Zoti qoftë I falenderuari më I madh. Lavdia qoftë mbi Zotin e gjithësisë që e kemi Kuranin dhe që nuk dha mundësi që ju ta zhdukni Kuranin. Dhe ne të kemi sot Bibla arabike. Ore, Biblat e Arabisë janë hadithet, janë njësoj sikur Bibla që u falsifikua pas Isaut alayhis salam. Dhe çka bënë krishterët? Morën dhe shpikën ungjillor dhe I shkruajtën disa koleksione librash, duke dëshmuar për jetën dhe duke treguar rrëfyr me narrativa, ka qenë Jezusi kështu, ka qenë kështu. Edhe hadithe që janë Bibla arabike, nuk është Kurani ajo. Ne Kuranin e kemi obligim ta besojmë.
Ore, bini, mësoni mendjes bre o muslima. Zgjohuni bre, se nuk ka asë një libër tjetër përveç Kuranit i cili duhet të ndjeket me përpikri. Për të tjerët ka diskutim dhe duhet të ketë diskutim. Pajtim dhe mos pajtim. Pik fund. Nuk e autorizoj pas vdekjes së tij pejgamberi Allahut brasken të shkruajnë emër të tij edhe një herë. Pejgamberi Allahut e ndaloi bre, nuk e autorizoi bre, askin të shkruaj pas vdekjes së tij, përkundrazi e ndaloi që të shkruajnë pas vdekjes së tij. Ore, ju dolët dhe 150 vjet, 250 vjet, 200 vjet pas vdekjes së tij, shpikët, trilluat, sajuat, hadithe në emër të tij. Katastrofe vërtet. Dhe pra çka, sot çka keni? Sot keni ehli sunna wal jamaa. A pejgamberi Allahut ka qenë ehli sunna wal jamaa? Haj ma thuaj, hoxha efendi, idiot, mashtrues, gënjeshtar. Ma thuaj, dorën në zemër. Ka hoxhëllar të sinqert dhe me ata absolutisht unë jam në paqe. Por me ju mashtrues, gënjeshtar, asnjëherë bre, se nuk është në dorën tuaj Kurani, as feja, as Islami, as pejgamberi. Këto janë dhunti të Allahut ndaj gjithë besimtarëve në botë, edhe ndaj atij japonezit, edhe ndaj atij amerikanit, ndaj atij malaj, ndaj atij ku ta di unë çka. Nuk është pranë joqja kjo. Ty t'i dalësh për pranë dhe të thuash ti çka thua dhe krejt ne të vim pas. Sepse ti e pas ke gjetë një libër dikun dhe e ke shpall atë sahih, e ke shpall të vërtet, e ke shpall autentik. Kur e din edhe vetë se autentik është vetëm Kurani i Allahut, vetëm fjala e Allahut në Kur'an. S'ka tjetër autentike, asgjë tjetër, asgjë hiç. Subhanallah, subhanallah. O mashtrues, më thoni ku e gjeni në Kur'an që Allahu ju thot se fjalët që do t'i shkruaj një far dikushi 200 vite pas vdekjes së të dërguarit të tij, duhet t'i merrni si absolutisht të sakta? Ma gjeni pra ajetin kuranor? Ti do të vish dhe do të thuash pa Allahu në Kur'an thot, pasojeni fjalën e Allahut ose bingjuni Kur'anit dhe bingjuni profetit të tij. Po, e vërtet. Por thot bingjuni profetit të tij, jo bingjuni Buhariut, Muslimit, Ibn Majah, ati 200 vjet pas vdekjes së pejgamberit. Që kanë trilluar lloj hadithesh vetëm për ç'a bëu qefin sultanit, për ç'a bëu qefin kalifit, për ç'a bëu qefin emirit. Sa kemi hadithe të shpikura, të trilluara, të sejuara që e dini edhe ju, që Muaviu ibn Abi Sufjan i detyroi dietarët e atëhershëm musliman që të shkruajnë kundër Aliut, kundër Ali ibn Abi Talib, kundër pejgamberit, kundër dhëndrit të pejgamberit, kundër burrit të Fatimës, kundër babait të Hasanit dhe Husajnit. A e dini sa ka hadithe të tilla, vetëm që Aliun radiallahu anhu, Aliun alayhi salam, të paraqesën, të keq, të devijuar, vrasës të Osmanit. Ore, edhe këto i kanë shkruajt ata. Ebu Hurejra të juaj, i cili një vit para se të vdes pejgamberi Allahut e pranoi Islamin. Dhe ai na dinga se si ka jetuar pejgamberi, çka ka bërë dhe çka ka vepruar. Një vjet të gjysmë para se të vdes pejgamberi, e ka pa kështu dhe ai shkruan 5000 hadithe, 5000 e nëna e besimtarëve, Aisha radiallahu anha dhe Omeri ibn al-Khattab, Omer ibn al-Khattab, kalifi i ditë, ate e kanë përngjekur. Omeri ja kësnua se të dërgojnë e ekzil e Ebu Hurejrën, për shkak se ka shpif hadithe. Aisha radiallahu anha, nëna e besimtarve, ate nuk e ka pranuar asnjëherë që ai të rrëfej hadithe mbi pejgamberin e Allahut. Paqja qoftë mbi të. E ju çka bëni? Ebu Hurejrën e keni bërë pejgamber. Buhariun e keni bërë pejgamber. Muslimin e keni bërë pejgamber. Po pse e keni bërë? Po i keni shpallë fjalët e tyre të sakta bre, autentike bre i quheni. Po ku i shpalli Allahu Kuranin? Aty në pejgamberit Muhammed. Paqja qoftë mbi të. Ku i shpalli Kuranin? E pejgamberi çka tha? Mos i shkruani fjalët e mia. Se nuk do të përzihen me ajetet e Kuranit. Ore, 150 vite, 200 vite pas vdekjes së tij, çka ndodhi? U bë mua ajo që ai e ndaloi, që ai e kishte ndaluar.